Zejnebia ka qenë qika e halës profetit. E ki dy personazhe që përmenden me emër në Kur'an. E vërtet. Zejnebia, qika e halës profetit, Si mund të bijem ne në këtë nivel, kur ne duhet të themi të mësojmë të rinë, kur ne duhet të mësojmë fol të vërtet, motra. Ti largohen të gjitha veseve, të shpëtojnë nga ankthi, të shpëtojnë nga stresi. Shikoni hoxhën ignorant, sa ignorant. Ma sulmo shoqën teme. Ataket e panikut, ti shpëtojnë nga të gjitha ato brenga që ka shpirti i robit në kohën e materializmit ekstrem. Që se do me i ikë vërtete, se pyetjes. Në një temë, ata martohet Çfarë hoxhë do ky? Ignorante. Kjo është, shiko, Islami ka zgjidhje për probleme të mëdha. Ju doni të kaloni në gjëra të cilat nuk i bëjnë dobi askujt. Shiko, Zejnebi është qika e halës që e merr Muhamedi për gruat. Është djalë, një mashkull, por nuk është fëmia i adoptuar. Tu je gabim. Tu je gabim motër. Nuk lejohet adoptimi. Ona lua pasi e ka marrë gruan Muhamedi. Për me ja zbe figurën e profetit, i kanë thënë që ky e ka marrë Zejnebën, çikën e hallës vet, prej fëmijët vetë të djalit të adaptuar dhe ka bë grua muslimi. Nuk ekziston. Tregojni shoqërisë tuaj kosovare këtu këtë gjëra. Që si përçajnë e kosovarëve thotë tregojnë. Kjo është në Kur'an. Ta islam. Tregojni këto gjëra te këtyre si martohen si smartohen. Unë të siguroj që kush po e shef të emision. Unë po të siguroj që kush po e shef të emision, po dyshon që ti ka pagu Izraeli me i bo këto biseda publikisht, se thot vetëm ata mund të keni interes. A shiko e kanë nivelin. Keni thonë Irani, tash Izraeli. E se bashkë janë ata. A shihni vllazën ku e kanë nivelin. Iqbalja, klump motër. Se ma burnike e tregu ati se tën hoxhër shqiptar. Se ti ke ardhën program Time Live, pa të ftua unë. Ke ardhë me bjesedua. Ja që sa ke ditë e sa ke mujë.